presidenti Trump në këto momente është në kurthin e betejave të fituara, të cilat nuk përkthehen në një strategji apo në një përmbushje të objektivave strategjike dhe përfitimit të luftës në si endgame, pra qëllimi final. Dhe në këtë kuptim kemi goditur kapacitetin raketor, raketat balistike, kemi goditur, kemi dekapituar, vrarë disa lider, por në fakt qëllimi primar që unë vazhdoj dhe i vë theksin tek roli i monetar, pra të moneda e shkëmbimit tregtar botror, mendoj që deri tek Venezuela Trumpi ishte okej, kishte ato avantazhet e veta strategjike, por Irani u kthye komplet kundërt. Jo që nuk u dobësua regjimi, edhe pse është dekurajuar, por ka treguar fatkeqësisht për ne perëndimorët, ka treguar një nivel rezilience dhe ripërtëritse të veçantë për atë rajon, dhe nga ana tjetër është pikërisht guri më i rëndësishëm që është shkëmbimi tregtar me monedhën vendase, ajo që po e fuqizon më tej Iranin. Pra duket sikur përpjekja për të goditur makinerinë e luftës iraniane dha një efekt të kundërt, dhe tashmë Irani jo vetëm që po vazhdon tregtinë dhe jo domosdoshmërisht me ato shadow fleets, por ka dhe aleatët e tij patjetër Rusin, nga ana tjetër që fatkeqësisht dhe këtë e nxorëm nga izolimi, Kina po aq që vjen në ndihmë, por një driving force, pra një forcë që i jep karburant Iranit po aq është dhe India tek tuk me tregtinë që bën me Po sepse është totalisht e varur nga importet të karburantit nga Irani. Ndaj mendoj që e gjitha ajo forca e madhe që ka vetë BRICS-i, që ne ndonjëherë e nënvlerësojmë, dhe i gjitha e jugu global ku tashmë është bërë fakt e gjithë frika e perëndimorëve që do të kemi një sistem monetar konkurrues nga dollari, duket që me Iranin është vullosur. Është vullosur. Ambasador, ka një përplasje dhe me NATO-n, presidenti Trump, replikat forta, fillimisht që kërkojnë ndihmë për ngushtisjen e Hormuzit, mori refuzimet njëri pas tjetrit, fillimisht të Francës, pastaj të Britanisë. Italia po u deklaroi në fillim që nuk do ishte pjesë fare e këtij operacioni, pa edhe nga vendet temi që qeverisen nga politikanë shumë afër tij, siç është Giorgia Meloni. Dhe ndërkohë Trump ka kërcënuar NATO-n. Kërcënimi i NATO sigurisht është na prek në paq direkt sa ndryshimit çmimit karburantit, apo jo? Problemi i NATO-s, NATO ka kohë që ka thënë shenja që nuk është ai instrument, ai institucion tek i cilin ne kemi varaj shumë shpresa, kështu që pse kemi ne aq besim të tepruar tek NATO, nuk është faji i NATO-s që po shkërmoqet nga pak ne e duam më shumë. Po, pak me shaka kjo sa... Po s'kemi dhe alternativë tjetër. Por është drejt realitetit. Dhe në vënjim të asaj që tha dhe kolegja, përsa i përket BRICS dhe influencës ndryshimit të monedhës rezervës botërore, të monedhës për zhvillimin e transaksioneve, duket sikur të gjitha këto zhvillime që po shikojmë këto 3 javë të fundit janë disi goxha në kufit e shumë teorive konspirative që kemi dëgjuar më përpara dhe që i shikojmë disi të materializuara këtu dhe atje, për shembull të gjitha rendet botërore kanë ndryshuar mbas një lufte të madhe. Dhe kjo sado që mund të quhet luftë rajonale, përsëri është një luftë jashtëzakonisht. Impakti është global. Dhe në përfundim të kësaj lufte ne do shikojmë konturat e një rendi të ri. Dhe ata që spekulojnë me këto gjëra, por që janë për të marrë në konsideratë, sepse ka goxha argumentim sidomos financiar mbrapa këtyre lloj teorive. Pra, kjo që po mundon të perifrazoj tash është nga një analist financiar, Simon Dixon, që thot, ajo që po ravizohet është në vijim të lëvizjes së pllakave tektonike të çvendosjes së fuqisë ekonomike, pra dalja e Kinës, ato që janë thënë në kryqëzim sa herë deri tani. Po ravizohet ajo që Shtetet e Bashkuara të Amerikës do duan të heqin dorë nga gjiri persik, dhe jo më kohët e fundit qarkullon si emërtim vendi Azia Perëndimore më shumë se sa lindja e mesme, sepse lindje i është dhënë termi kur rajoni është parë nga Londra dhe nga Parisi, pra lindje. Tash rajoni nuk shikohet më nga Londra dhe nga Parisi, se janë fuqitë falimentuara për sa i përket influencës që kanë, po shikohet në kuadrin e të gjithë globit, dhe në kuadrin e të gjithë globit ai si rajoni takon Azisë Perëndimore. Çfarë më bën të thelloni... Po çfarë do thotë kjo?
në çfarë më bën posicionin të thellohemi që më shumë në këtë lloj mënyre arsyetimi. Çuditërisht, bazat amerikane në gjirin persik kanë qenë të paafta të mbrojnë radar, sistemet e radarëve. Dhe diku në Katar është dëmtuar, ka dalë nga funksioni radar $1.1 miliard, diku një radar tjetër. Pra që u goditën nga Irani, pra. Që janë goditur nga Irani. Të bën të mendosh, këtu jemi në kufit e teorie konspirative, që janë lënë vetë ekspozuara për të goditur që në një moment caktuar të mos i rindërtojnë më ato baza. Dhe kjo pjesë nga zonë influence e Shtetet Bashkuara të Amerikës, gradualisht kalojnë zonë influence të themi BRICS plus diçka tjetër. Pra i thoni që Amerika po e lë vetë territor? Amerika e ka Po për çfarë po e lë? Sepse normalisht e ka mbajtur për shkak karburanti, apo të thuat se ka ndryshuar. Karburanti është gjëja e fundit që Amerika ka nevojë për veten e vet. Karburanti i gjirit është i nevojshëm për ekonominë botërore, për të cilin Amerika është shumë e interesuar, sepse nëse goditet ekonomia botërore, Japoni, Kinë, Korea e Jugut dhe Europë, patyshim që ndikohet negativisht dhe ekonomia amerikane. Por në kuptimin e burimeve afatgjat, në kuptimin e sigurimit të rezervave të furnizimit afatgjat nga gjiri, Amerika nuk është se ka në një interes direkt. Kështu në këtë këndvështrim, bëhet një lloj rindarje e zonave të influencës, ku Rusia i mbetet Ukraina dhe kjo pjesë e Europës lindore, cilën ajo tashmë e ka në një farë mënyre në një influencë. Ajo që na intereson neve që më përmendet për NATO-n është që duket qartë që Shtetet Bashkuara të Amerikës po çojnë Europën perëndimore drejt një vasalizimi të mëtejshëm, sepse po i bllokojnë tash dhe gazin nga Katari dhe Europa perëndimore është detyruar që gazin e lëngshëm ta blejë vetëm nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Rusët nuk i afrohen me Europës si t'i afrojnë një rrugë dalje që të marrë gaz nga Rusia, kështu që për sa i përket burimeve të energjisë, Europa do bëhet gjithmonë më e varur nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe duke pasur një person si zoti Trump në pushtet, që nuk ka pasur ndonjëherë një konsiderat madhe për NATO-n, dhe aq më tepër tash sigurisht ka ardhur në shteg qëndrimi i vendit. Jo vetëm kaq, por ka pasur një qëndrim hostil ndaj Bashkimit Evropian, dhe kjo duhet të ka fshirë. Kështu që është momenti për atë, derisa arriti dhe tha ato që nuk do ekseleruar kur vetes ta thoshten përpara, që nuk kam nevojë të marr leje Kongresit për të dalë nga NATO. Nuk e din nëse e vutë rëjsh një deklaratë e këtyre orëve të fundit. Kështu që në këtë këndvështrim, Europianët janë vërtet nga viktimat e mëdha të kësaj lufte, ndonë se nuk janë fare kurkund të përmendur, por janë nga viktimat e luftës sepse po tregojnë dobësinë e tyre që nuk janë në gjendje të organizohen absolutisht për asnjë gjë. Një deputet anglez po dëgjoja një ditë i tha, zoti Trump është kot i pakënaqur nga neve, se ne jo se nuk duam, por nuk kemi anije për çuar dhe një kryqëzor që është në gjendje pune, nisëm ta çonim në Kret dhe ka mbetur diku në detin Mesdhe dhe bën me ëndër sepse nuk shkon dot drejt. Domethënë, kjo është duket vërtet për të vënë buzën gaz dhe për të ulurimën ndoshta, se në çfarë gjendje kanë ndisur Britania e Madhe për sa i përket përgatitjes vetë ushtarake. Vërtet. Ndërkohë që Greqia çoi